për zonjën Balluku, ai nuk ka bërë as në kohën, pra edhe në momentin që shkoi zoti Tahiri pra përpara se të hiqej imuniteti, ai tregoi në publik që nuk ka mbështetjen e tij, u pa në publik që nuk e shkarkoi menjëherë nga detyra, nuk bëri komunikim apo takime publike. E njëjta gjë ndodhi edhe me zotin Ahmetaj, e njëjta gjë edhe me zotin Beqaj, kështu që kemi një sër ministrash apo ish zëvendës kryeministrash, sepse ata faktikisht në momentin që ju komunikuan akuzat apo do t'i komunikoheshin akuzat, zoti Rama ose i ka shkarkuar ose ata kanë dhënë dorëheqjen. Ndërsa ky është rasti i vetëm që zoti Rama po tregon një rezistencë të plotë ndaj prokurorisë së posaçme, ndaj gjykatës dhe për më tepër e ka bërë të komunikim publik edhe përpara faktorit ndërkombëtar, përpara Bashkimit Evropian, përpara liderave të rajonit. Pra ky është një rast i paprecedent që një kryeministër në botën demokratike del edhe mbron një antare të kabinetit të tij apo zëvendëse të tij në raport me procesin gjyqësor, me hetimin e prokurorisë së posaçme apo edhe vendimarrjen që ka marrë gjykata. Kështu që do të shikojmë se si do të sillet, pra nëse prokuroria dhe gjykata do të lëvizin nga pozicioni që kanë treguar deri tani apo jo, pra kjo sjellje do të ketë impakt negativ tek vendimarrja e gjykatës. Nesër do ta shikojmë se cila do të jetë ajo, por natyrisht edhe gjykata e apelit është për të parë, pra nëse do të ndryshojë vendimi i gjykatës shkallës parë apo jo, dhe po të vim tek praktika, ka qenë rasti i kryetarit të Komisionit Prokurimit Publik, i cili u rikthye në punë, pra ju hoq masa e pezullimit nga detyra nga gjykata e apelit të kundër krimeve të rënda dhe korrupsionit. Kështu që presim se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Po. Kryeministri Edi Rama deklaroi se kjo është një ndërhyrje e pushtetit gjyqësor në pushtetin ekzekutiv dhe tha se nuk ka asnjë rast që gjykata të ketë caktuar mas pezullimi të detyrës së një funksionari publik, ndërkohë që me një kërkim të thjesht dalin shumë raste nga Europa deri në Amerikën Latine. Në këtë rast, a mund na shpjegoni në aspektin ligjor, qoftë masën që ka ndërmarrë gjykata e posaçme dhe nenin përkatës që parashikoni gjë të tillë, ndryshe nga sa është ndjekur më parë sa i përket kërkesës për heqjen e imunitetit dhe më pas caktimin e masës së sigurisë ndaj një funksionari publik. Ndoshta zoti Rama këtu ka të drejtë, sepse në vendet e tjera nëse një ministër apo një zëvendës kryeministër përflitet për korrupsion, pra me prova të cilat janë të tërforta, ai menjëherë do japi dorëheqjen ose do të shkarkohet nga detyra. Kështu që për të ka të drejtë që në botën botës që një zëvendës kryeministër dhe ministër i akuzuar apo i aluduar, sepse ne kemi parë me qindra raste që media i ka bërë publike dhe zoti Rama nuk ka reaguar qoftë edhe me komunikime e tjera me radhë, madje ka qenë i mendimit që drejtësia ka punën e tij, ndërsa ai ka punën e vet. Kështu që kjo është e vërtetë që ndoshta nuk ka, por nëse i referohemi kodit të procedurës penale dhe konkretisht unë dua që ta citoj nenin 240 të këtij ligji apo të këtij kodi, e cila sankcionon se cilat janë apo parashikon se cilat janë llojet e masave ndaluese dhe ky nen përcakton se masa ndaluese janë a. Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, ndalimi i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarisë së caktuar profesionale ose afarise është paragrafi 2. Pra, paragrafi i parë ka të bëjë me pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimit publik. Kjo si mas
është marrë ndaj zonjës Balluku në cilësinë e zëvendës kryeministres dhe ministres së energjetikës dhe infrastrukturës, pra nuk kemi pezullim për sa i përket aktivitetit si deputete dhe prokurori tu mendoj e ka marrë të në kuadrin e procedimit penal, pra mund të ketë disa procedime penale, por të që kemi marrë vesh publik, pra komunikimin e akuzës për sa i përket tunelit të Llogaras, pra mendoj që është për këtë shkak në mënyrë që zonja Balluku mos të ushtrojë pushtetin e saj lidhur me manipulimin e provave, me manipulimin e dëshmitarëve, apo edhe me vepra të tjera apo veprimtari të tjera të cilat do të cënonin hetimin apo gjykimin, sepse kjo është një çështje e cila është ende në hetim, ndonse ju komunikua akuza, ka të drejtë sipas ligjit procedural penal që brenda një afati 10 ditor i pandeurit të depozitojë pranë organit të akuzës një memo shpjeguese, provat e tij lidhur me kundërshtitë e tij për akuzën. Pra, duhet parë, po me çfarë kam kuptuar, ajo pra zonja Balluku në mënyrë kategorike i refuzon akuzat nga ana e organit të akuzës, sepse mund mbajë edhe qëndrim pohuesi, do të thotë ajo mund të jetë dakord me atë akuzë dhe mund të kërkojë që çështja të shkojë në gjyq. Tani shkojmë te neni 241 i Kodit Procedurës Penale, e cila sanksionon se cilat janë kushtet e zbatimit të masave ndaluese. Dhe ky nen sanksionon se masa ndaluese mund të zbatohen vetëm kur procedohet për vepra penale për të cilat ligji cakton dënim me burgim më të lartë në maksimum se 1 vit. Çka do të thotë, akuza për të cilën mund të merret kjo masë apo mund të kërkohet dhe që mund ta japi gjykata është për vepra të cilat dënohesh me 1 vit, pra 1 vit burgim minimalisht për veprën që mund t'i komunikohet funksionarit publik. Pra minimalisht mund të jetë është 1 vit. Vim tek akuza për cilën zonja Balluku i është komunikuar, është për veprën penale të mos garantimit të barazisë në tendera, që është një vepër që dënohet nga 1 deri në 5 vite burg. Pra, për sa i përket kushteve, jemi për kushte të cilat kjo mas mund të jepet, pra masa ndaluese. Por kur pezullohet ushtrimi i një detyre publike, me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandeurit, përkohësisht ose pjesërisht veprimtaritë që lidhen me to. Dhe kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral, që do të thotë neni 242.2 e ka sanksionuar se kur kjo mas nuk ka efekt. Pra, zonja Balluku është një e zgjedhur nga zgjedhësit e saj, pra ka qenë në qarkun e Fierit kandidate e para në qarkun e Fierit, është zgjedhur si deputete, e ushtron të funksion, pra funksionin e deputetit, nuk cënohet nga kjo vendimarrje dhe përpasoj nuk ka asnjë lidhje me detyrën që ajo ushtronte në kabinetin e zotit Rama. Kështu që ajo qasje e zotit Rama që do ta çojë në kushtetuese, e para nuk ka mundësi ligjore dhe nuk ka një mjet ligjor që zoti Rama të shkojë dhe të godasi një vendimarrje të gjykatës së shkallës së parë për krimin e organizuar dhe korrupsionit, kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe të shkojë në gjykatë kushtetuese. E para njëherë është individi që synohet, që në rasti konkret është zonja Balluku që tërheq interes, dhe ajo mund ta çojë në gjykatë kushtetuese, por do ta çojë vetëm pasi i ka ezauruar të gjitha shkallët e gjyqësorit, që do të thotë do të kalojë gjykata e apelit, nëse kjo mas ngjelet në fuqi, do shkojë në gjykatë lart dhe pastaj i lindet drejta që të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe të konstatojë që ky pezullim është në kundërshtim me kushtetutën. Pra janë cënuar të drejta dhe liritë themelore kushtetuese. Pra me këtë argument mund të shkosh në gjykatën kushtetuese. Nuk mund të shkosh ti pa kaluar
shkallët e gjyqësorit dhe shkon në kushtetuese dhe ku shkon? Shkon një palë që nuk tërheq fare interes. Kush është pala? Është Këshilli i Ministrave. Pra, që do të thotë për sa i përket procedimit apo çështjes penale, ai nuk ka fare funksion. Pra nuk mund të shkojë dot Këshilli i Ministrave apo kryeministri dhe të godasë këtë vendimarrje në gjykatën kushtetuese. Është e pamundur nga ana ligjore dhe ka për të qenë e tillë, që do të thotë ky ndoshta zoti Rama nuk është këshilluar me këshilltarët e tij ligjor, nuk e di si e ka bërë këtë komunikim, ose ndoshta është një qasje e tij në bazë të njohurive që ai ka krijuar këto vite, ka krijuar një bagazh juridik ku mendon që mund të shkojë për të në gjykatën kushtetuese. Kështu që çështja është e hapur, që do të thotë duhet të shikojmë se çfarë do ndodhi nesër, është për të testuar gjyqtari i cili ka dhënë këtë vendim, natyrisht edhe prokurori i çështjes, pra ai ka pasur një presion të vazhdueshëm, me çfarë lexoj unë nga gjithë ky komunikim i zotit Rama në publik. Një prokuror nuk mundet që le të themi të ketë një qasje të tillë nga kryeministri dhe nga i pari i cili duhet të zbatojë parimin e kontrollit dhe balancës së pushteteve dhe përpasoj duhet që të paktën të eshte minimalisht duhet të kishte kërkuar dorëheqjen apo ta sharkonte zonjën Balluku, por të paktën mirë që se bëri shkarkimin, po të paktën mos të bënte të shfaqje në publik, e cila ka sjellë një impakt negativ edhe në publikun e gjerë edhe tek qytetarët që ndjekin gjithë çështjet që po zhvillohet.